Miqtë Prizmus, unë nuk e se dua të merre me zgjedhjet që bën Sali Berisha. Sali Berisha I bën zgjedhjet gjithmonë demokratike, gjithmonë I zgjedh ai, I përcakton edhe ai, pastaj për ato që përcakton ai këta vendosin se kush do të jetë. Po të shohën e di këtë punë. I di edhe partitë shqiptare dhe di se si funksionon me shqiptarët. Ajo që doja të diskutoja, edhe që nuk do ta diskutoj gjatë, është se në kryesi të partisë a pat në Shkodran? Shkodran Shkodrë, jo Shkodran që mund të ketë lindur në Shkodrë dhe banon Tiranë ose rrin në Tiranë. Po them Shkodran që sigurisht është pjesë e politikës së qytetit të Shkodrës edhe jeton në Shkodër dhe punon në Shkodër dhe merret me Shkodrën. Pat në një prej tyre, Sali Berisha nuk ka për të zgjedhur më Shkodran. Se me të vërtetë Shkodranët ishin të fundit që e refuzuan. Por kur e refuzuan, e kanë refuzuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Tash Sali Berisha I urren të gjithë ato. Bile vunare edhe se për të përndekurit politik kishin vendosur 2 kandidatura midis tyre dhe Lorenz Lugën. Miku im Luka bën gabim që por sigurisht ai ka mendimet e veta dhe elementet e veta të besimit politik që respektohen prej meje në mënyrë të jashtëzakonshme. Por as aty Sali Berisha nuk mund t'i dojë më Shkodran. E kanë refuzuar në fund, por e kanë refuzuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe e di që më vjen mirë shumë për këtë punë. Nuk ka për t'i vendosur. Edhe këto të rinjt që janë. Nuk I do, nuk ka për t'i vendosur kurrë. Po e mbyll diskursin këtu sepse nuk duhet të egzagerohem më. Për Shkodrën nuk është gjë e keqe, kjo është gjë e mirë. Ajo tjetra që desha të bisedoj është Elisa Spiropali dhe emocioni I saj. Elisa ka vendosur që bëhet mocioniste, ju kujtohen kohët e Nanos, Nano Burg, edhe shumë element tjerë që I bëte. Sigurisht ishte tentativën për ta demokratizuar partinë socialiste të asaj kohe që ishte një farë mënyrë edhe partia dalur nga partia punës, ishte gati si një repart ushtarak. Dhe Nanos edhe tjerëve aty, jo vetëm Nanos, po edhe tjerëve aty ju duhet thënë falenderit që e çmilitarizuan. Elisa sigurisht është kujtuar vonë, por më mirë vonë se kur, thonë. Megjithatë e lexova të gjithë çka kishte shkruar edhe normalisht ishte një ese shumë e bukur e të gjithë gjërave që njerëzit I dinë gjitha. Jo zgjidhjes problemit, por e varianti duhet kështu, duhet kështu, duhet kështu, duhet kështu. Kishte disa vende që thuhet është kështu, po duhet kështu. Është kështu, po duhet kështu, duhet kështu, duhet kështu. Në Shqipëri nuk ka ardhur momenti akoma dhe nuk ka ardhur as për Elisa Spiropalin, momenti jo vetëm I fraksionimit partisë, por partisë demokratike. Në parti demokratike është e vështirë edhe të shkruash edhe të flasësh, po edhe të kesh mendime demokratike. Është shumë e vështirë. Po gjithsesi le t'ja lëm kohës, nuk është se Elisa do t'i zgjidhte problemet e tilla. Unë po lexoj diçka dhe pastaj me 2 fjalë, duke një farë mënyrë e përkrahur Elisën, po mundohem të bëj vërejtjen time. Jo me qëllimin për të demoluar absolutisht. Po me qëllimin për të kuptuar që të rregullosh një parti socialiste duhet të jesh, sidomos socialiste, të majt, po themi, që në të vërtet dyshohet shumë nëse është kaq e majt Partia Socialiste e Edi Ramës, po themi, dhe Elisës deri tani, deri pak muaj përpara, nuk e di para një viti, po themi, është vishë. Edhe dëgjojeni. Shoqëritë demokratike nuk forcohen duke heshtur zërat kritik, por duke krijuar institucione që dinë të dëgjojnë, t'i kuptojnë dhe të përgjigjen me reforma. Po kjo është. Me këtë do Elisa thotë që nuk është kështu partia. Nuk janë shoqëritë demokratike jona, nuk është kështu. Kush nuk e di këtë? Nuk forcohen duke heshtur zërat kritik. Pra nuk bëhesh më e fortë, po e kam armikat, shpallë armik. Sillet këtu sepse sigurisht ka eksperiencën e vet. Aty mund ta kenë shpallur armike, tash e trajtojnë si armike edhe Elisa. Por duke krijuar institucione që dinë të dëgjojnë. Institucionet nuk dëgjojnë, dëgjojnë njerëzit.
Por, për të krijuar institucione duhen pikërisht ata njerëzit. Kjo nuk është një lojë fjalësh, por është ai koncepti që them nuk kemi futur në fazën akoma të partive të cilat kanë demokraci të brendshme. Ne kemi parti pa demokraci të brendshme dhe kështu e kemi dhe shtetin. Megjithatë Elisa vazhdon. Pikërisht këtë po kërkon dhe koha që po jetojmë. E bën imperativ të kohës Elisa dhe këtu ka drejt. Dakor. Shumë dakord edhe unë. Jo më pak demokraci, por më shumë demokraci. Jo më shumë kontroll, por më shumë besim. Jo më shumë personalizim të pushtetit, por institucione më të forta se individet. Jo privilegj, por merit. Jo mbyllje, por garë. Jo vetë kënaqësi, por vetë korrigjim. Më shumë përullësi, më pak arrogancë. Pra, Elisa me këto fjalë tregon partinë e saj dhe qeverinë që del nga partia e saj. Ky është rasti i kritikës. Ky është rasti i diagnozës. Është rasti i diagnozës. Mirë po, që të bësh pastaj të plotën politikalen e zëshme dhe të fort përveç se numrave, nuk të mjafton. Nuk mjafton diagnoza dhe nuk mjafton gjetja. Të duhet patjetër zgjedhje. Dhe sigurisht këtë e ka të dobët Elisa, nuk është se ajo e vetme mund ta bëjë këtë. Po kush nuk i di këto? Jo më pak demokraci, por më shumë demokraci. Është gati, si të thuash, kama e madhe, këpuca e madhe. Është në shaka dikur në Shkodër, e qeshni. Sigurisht nuk mund të ketë këpucë të vogël kama e madhe. Jo më shumë kontroll, por më shumë besim. Shumë e kollaj të atuash. Sepse kontrollon, sepse nuk ke besim. Po të kesh besim, ka qelluar, nuk ke kontrolluar dhe ta kanë futur. Këtë e di edhe e ka lëkurt vetë edhe Elisa. Jo më shumë personalizim të pushtetit, por institucione më të forta se individet. Gjithmonë nuk më ka pëlqyer kjo punë. Po nuk bëj individi, po si ishte individi nuk ka institucion. E ndaj në mënyrë arrogante, në mënyrë shpeshherë edhe aproksimative institucionin nga individi. Po dhe institucioni përfaqëson sasinë e individëve që kanë ndërtuar dhe që vazhdojnë atë institucion. Jo mbyllje gare për garë. Janë fjalë, janë thënë që 1990, pastaj janë thënë edhe 94, 95, 96, 97, 2000, i ka thënë Partia Socialiste e 1994, e 2001, 2002, e 1999, 2003, 2004, i ka thënë Edi Rama. Këto fjalë, jo privilegj, por meritokraci. Jo mbyllje, po garë, i ka thënë Edi Rama kur kandidonte përpara Fatos Nanës. Nuk e di sa ka qenë Elisa? E re ka qenë sigurisht. Mi janë thënë këto fjalë. Tash duhen edhe, nuk e di, 20 e sa vite të tjera që të përsëriten, duhen 30 vjet tjera të përsëriten. Sigurisht që Elisa ka qenë e vogël. Po unë i kam parasysh që është në 1994, 95. Kur do të që Partia Socialiste të ndahesh efektivisht nga Partia e Punës së Shqipërisë. Më shumë përullësi, më pak arrogancë. Kush nuk e thënë? Ne që e dim më liberalin Fatosin, Nanon, edhe ai është arrogant. Arrogant i jashtëzakonshëm. Bënte arrogantin edhe ai. Shoqëria shqiptare kërkon më shumë garë dhe më pak privilegj. Më shumë merit dhe më pak besnikëri personale. Më shumë institucione dhe më pak personalizim. Më shumë përfaqësim dhe më pak përqendrime vendimmarrëse. Më shumë kështu dhe më shumë ashtu. Kemi mbetur rreth konstatimit dhe diagnozës. Jemi si futboll. Bëjmë diagnozë, luajmë me sfushën, nuk bëjmë gol asnjëherë. Zgjidhjet janë problem. Zgjidhjet. Bashkimin e njerëzve, bashkimin vullnetar të njerëzve që japin zgjidhje, që merren me zgjidhjen e problemit. Që bashkojnë forcat, bëjnë numrat edhe merren me zgjidhjen e problemit.
Sepse të gjitha këto që thot Elisa dhe që janë të drejta për demokracinë, janë stërthënë në këtë vend, janë thënë dhe më përpara. Dhe Elisa duhet kthehet mrapa të thot, ore, i kanë thënë para 25 vjetësh këto që i kanë thënë unë sot. Çfarë ka ndodhur para 25 vjetësh dhe çfarë ka ndodhur gjatë 25 vjetëve dhe çfarë ka ndodhur 20 vjet të fundit që është edhe kjo jashtëzakonisht aktive në politikë. Ky është problemi që shtrohen. Është problemi i madh. Mjekët kurues, jo ato që përcaktojnë, diagnostikues. Janë shumë të rëndësishëm diagnozat. Po kura ka rëndësi? Si zgjidhet problemi? Ky është edhe problemi i madh me Partinë Socialiste, që në shumë gjëra aty janë për të, edhe kanë qenë edhe kur ishte Elisa në pushtet, kur ishte edhe kryetare e kuvendit, kur ishte ministre e jashtme, kur ishte edhe më përpara se sa këto. Ishin këto probleme. Dakord miqtë mi?